Kisha dash me ju pyet, qysh e keni nda hisën, pronën, cilën e keni pas ju në vendin e juve? Nuk mund të thuhet që ka qenë një rregull i përcaktuar në një formë caktuar, të cilës ju kanë përmbajtur përpara. Njerëzit veç në bazë të asaj që unë kam pa dhe kam përjetu, gjyshe pasurinë që e ka pas tokën, zakonisht toka ka qenë pasuri që është ndonë mes të antarëve të familjes edhe në bagti e bujqësi. Edhe ajo konsiderohet si pjesë e saj dhe në bazë të këtyne të pronës, për shembull, toka si pasuni është nda, mund të thuhet në bazë të interesit të prindve që kanë qenë. Zakonisht djemt, për shembull, nëse kanë pas shumë parcela të tokës, është marrja nda me pjesë, ca pjesë të tokës kanë qenë më pjellore, disa pjesë kanë qenë më të varfëra për ka aspekti i pjellorisë. Dhe atë janë shënu për shembull toka me një numër, që është ditë është emnuar, e ka pas një emër ose një formë që është ditë për cilën pronë bëhet fjalë. Edhe aty është shënu për shembull me numër ose me emër të saj, janë fsheh letrat, edhe është qitë si lloj shorti mes vëllezërve që kanë. Tash ata përsemën si cili që e ka zgjedh, ora që është. Po në rast ka pas raste edhe kur ka pas konflikte në mes, jo të rasti në konkret, por në mes kushëreve ose në mes, se zakonisht pronat janë ndarë shumë, ka kalu kohë e gjatë derisa është bërë ndarja e pronave. Për shembull kanë mri gati një gjenerat ose dy, prona ka mbajtur e njëjtë. Në rastin kur kanë lind ndonjë mosmarrëveshje, atëherë ka ardhur deri te ndarja e pronave. Edhe zakonisht kanë marrë pjesë antar të mashkujt në ndarjen e këtyne pasurive, ndërsa femrat në përgjithësi janë përjashtuar. Kjo nuk mund të thuhet që ka qenë e respektueme e drejta e femrës në pjesëmarrjen në ndarjen e pronave, por zakonisht është bërë bazë të interesit. Për shembull ka pas raste kur ka pas simpati ndaj një fëmije, gjyshi ose vllau ose ato se varësisht prej rrethanave që kanë ekzistuar. Unë kisha dash me pyet ma specifikisht për rastin e qysh e keni nda ju pronën, familja juve personalisht, qysh është nda pronat e ju? Aty është ndarë në bazë marrëveshje, sepse ka pas një pronë bukur të madhe gjyshi im, dhe vëllezërit mes veti kanë bërë marrëveshje me mirëkuptim. Unë për marrë këtë pjesë, këtë pronë, se vllai tjetër është dy vëllezër tjerë janë pajtu dhe në bazë të kësaj forme, domethënë mënyrë me marrëveshje kështu në mënyrë të qetë. Janë marrë vesh, unë për marrë këtë pronë, ti për marrë këtë pronë, edhe në bazë të asaj tani kanë mrijet ndarjen e asaj prone që e kanë pas. E qysh ka ardhur deri te ndamja e pronës? A ka ndodhur kjo me kërkesë ndonjërit prej fëmijëve apo Po, ka qenë rasti kur nevojshme? Ka qenë rasti që është hap kjo, është hap tema e ndarjes pronës, edhe ndarja e vëllezërve ka qenë kur ka nisë secili kuletat e veta, pasurinë e vet, se kanë qenë punësuar në punë të shtetit. Që të tre vllaznia dhe tani ja ka nisë me majtë secili kolektën veta. Atëherë ka qenë letë që duhet i pari shtëpisë me majtë koletën ose gjyshin këtë rast që ka qenë. E në këto momente ka filluar ajo mos respektimi i rregullit të prindit. Nga kjo ka filluar që atëherë masi secili po bëj ka me majtë koletën për vete, ma mirë është më dalë dhe mu ditë cila pjesë e kujt është. To kanë qenë si rrethana për të cilat ka lind kjo shfaqja e interesit për më nda pronat. Ndërsa prona është nda pa ndonjë formë konflikti ose tre vëllezër kanë qenë, tre të kanë marrë pjesë sipas dëshirës vet. Vllau i vogël ka marrë shtëpinë që ka qenë pronë e përbashkët përpara, sepse ka qenë një rregull që nuk mund të thuhet që ka qenë i respektuar ose i shkruar në një farë forme të veçantë, por që janë mbështet ndoshta në diçka.
i vogël Lloj ka marrë kanë, shtëpinë po. aty dhe me ta ka pas për obligim që t'i marrë prind. Po. Si pjesëtari më i vogël i familjes, ndërsa këta dy të mëdhejt kanë pas janë dalë prej asaj shtëpie. Po. Ka pas rrethana kur në të cilat për shembull nuk kanë pas për të 3 shtëpia, por kanë bërë forma ndryshme të kompenzimit. Ju ka dhënë një pjesë e tokës ose një pjesë ku ka pas mal për me mujtaj me krye një pjesë të ndërtimit një objekti ose nëse ka pas lop ose dhan ose delen, në atë kuptimin e deleve, se zakonisht ato kanë qenë si prona në kohën kur kemi qenë na. Po. Atëherë është dhënë një ose 2 lop më shumë ose ju ka dhënë për shembull dele më shumë ose një pjesë e malit për me mujt me shite ose me e përmesoj me kompenzu me bë ndërtimin e një shtëpie në të cilën do të janë vendos familjet. Pasuni tjera kanë qenë më të rralla, edhe nuk është bë formë e veçantë për ndarje me tyne këtu. Po. Kur thatë ju ma herët thatë që e gjithë pasuria e gjyshit juve është ndarë mes të djemve të ti. Mirë po sa antarë që u konë krejt familja? Familja ka qenë 3 vajza dhe 3 djemë dhe 5 vajza. Po. Vajzat nuk janë marrë në shqyrtim në konsiderat absolutisht asnjëra prej tyre. Po. Përveç në rastet kur është kërkuar nga shteti ndonjë dokument shtesë për ndonjë farë realizimit të drejtës së tyre pronësore. Po. Në kushte tjera nuk është marrë parasysh ekzistenca e familjes në përgjithësi. Nuk i është ndarë asnjërs prej tyre. Shumë të raste as janë pyet a don apo nuk don kësaj pronë. E në rastin e juve specifikisht kur është bë ndarja, ju tha që është bë ndarja pasunisë me marrëveshje, a ka psu kjo me njëherë dhe me ndarjen me ligj për shkak se Jo. Tek kur është orë në pyetje ndonjë realizimin e ndonjë drejte, sa i përket aspektit të pronës, zakonisht kanë qenë rastet kur të punësurit në punë shtetërore, po. Jo është kërkuar për shtesat fëmijëve ose për ndonjë realizim ndonjë drejtje tjetër, drejtës posedimit të në aspektin shëndetësor të mjeku e këtu, që ato raste është kërkuar, është dashur me qenë person i cili nuk posedon pronë të palojshme, patunshmëri, tokë ose të ngjajshme me tokën, për me mujt me realizu drejtat e tyre në aspektin social, për të poseduar një librezë të shëndetit ose diçka tjetër. Zakonisht në këto raste ka ardhur deri te kërkimi i mënyrës ligjore për me ardhur deri te vërtetimi i pronës apo jo. Po, e kur ka ardhur puna tek vërtetimet prej anës theme administrative edhe zyrtare, a ka pas ndonjëherë rast që nuk, në rastin juve specifikisht, a ka pas mos përshtatje të asaj qysh e keni nda ju, edhe qysh e ka pa ndoshta shteti me nda pronën? Po, gjithmonë ka qenë ajo mos përputhet. Zakonisht aty është dashur me shku me deklaru motrat. Po. Gjaja se kanë hjek dorë vet vullnetarisht nga prona. Po. Për me mujt me u liru pjesën tjetër, sepse ligji në atë formë ka ekzistuar që është dashur të bëhet ndarja e barabartë e pronës, pa marrë parasysh është vajzë apo djalë. Po. Ndërsa për t'u liruar nga kjo formë e përgjegjësisë para ligjit, atëherë është dashur me bë deklarimi vullnetar që unë hjek në dorë nga pasuria ose nga diçka që ka qenë e kurzuar për të realizuar një drejtë tyne. Po. Kjo ka qenë forma më e shprehur e kësaj mënyre të ndarjes. po, të ndarjes së pronës. Po sa Zakonisht është bë gjaja në mënyrë vullnetare dhe nuk kanë shprehur dëshirë femra që të acerojnë situatën në shumtën e rasteve Po. mes vëllezërve ose mes familjes në përgjithësi. Zakonisht kanë vujt më shumë dhe Po. në atë formë kanë shprehjat vullnetin e vet që gjaja se po hjekin dorë në mënyrë vullnetare nga. Po rasti me hallat e juve, a kanë qenë ato të pajtimit, apo
A kanë shpreh ndonjë pakënaqësi përderisa është bërë ndamja e pasunisë, ato nuk kanë qenë pjesëmarrëse apo trashëguese ndonjë pasuni? Asnjëra prej tyre në mënyrë të hapur nuk e ka shprehur atë vullnetin se nuk ka qenë pëlqimit për atë formë ndarjes, ose që kanë pas qëllim për me marrë diçka nga pasuria e gjëshve tonë. Zakonisht nuk janë shpreh, e tash në atë formën e vetë, në mënyrë të qetë ose a kanë pas dëshira jo, nuk kemi mujt me ditë. Zakonisht nuk janë shpreh, asnjëherë nuk e kanë qitë atë padrejtësinë e vetë në shesh, me kuptu na që kanë qenë kundërshtim ose kanë shpreh mos pajtim me këto rrethona që janë kriju e janë vendosur. Përsa i përket mes vllaznive, edhe pse pruna pak a shumë është nda me marrëveshje, a ka pas ndonjëherë konflikte masandej rreth ndamjes të pronës apo mënyrës qysh janë nda, edhe pse ata parimisht janë nda me marrëveshje? Jo, në rastin tonë jo, po ka pas raste ku është dashur me vendos një grup tjetër jashtë atyne familjeve që se ka pas raste konfliktuoze ku s'kan mujt mu nda pasuria. Shkaqet kanë qenë që toka për shembull ka qenë një pronë, një parcelë më e frytshme se parcela tjetër, ose njëra palë ka qenë e dëmtuar, ka pas raste kur s'kan mujt mu pëlqy, apo dashur me ndërhyj dikush që kanë qenë atë për shembull pleqt katuni që kanë qenë pak me ne. Po edhe aty është janë bë ndamje zakonisht bazë shortit. Janë shënu emri i parcelave, edhe është me shartas të rrik, edhe ajo ka qenë gati forma më e shpeshtë e vendosjes rasteve. Në krahinën e juve? Në krahinën tonë. Përgjithësi në këtë formë ka ndodhur më shumë të ndarjen e pronave pasurive. Unë ju kisha falenderu shumë për kohën, edhe faleminderit për këto informatat që më i dhatë. Me ndërqofshë, edhe inshallah ju kryjmë punë. Ju faleminderit shumë.